Temperaturat e larta të kësaj periudhe kërkojnë kujdes të shtuar në fermat blegtorale, veçanërisht për baktitë e imta dhe të vegjëlit e tyre. Specialistët theksojnë se stresi nga insekti mund të ndikojnë në shëndetin e kafshëve, duke ulur prodhimin dhe rritur rrezikun e dehidratimit. Sipas përgjegjësit të sektorit të punës racore, është e rëndësishme që baktitë të kenë akses të vazhdueshëm në ujë të freskët dhe të pastër, si dhe të mbahen në ambiente me hije gjatë orëve më të nxehta të ditës. Po ashtu rekomandohet që kullotja të kryhet në orët e para të mëngjesit ose në mbrëmje, kur temperaturat janë më të ulta. Vëmendje e veçantë duhet të kushtohet qengjave dhe kecave, të cilët janë më të ndihshëm ndaj temperaturave të larta. Kullotja e këtyre kafshëve në kullotat verore, qoftë në ndërmarrjen tonë, institucionin tonë, qoftë edhe në fermerët private, realizohet herët në mëngjes, pa filluar temperatura e lartë e ditës dhe në mbrëmje deri vonë. Pjesa më e nxehtë e ditës, kafshët duhet që të mërzejnë apo të qëndrojnë në një vend me hije. Kjo realizohet në kullota ku ka bimësi, pyje në të cilat kafshët vendosen në vende midis pemëve, por edhe në ngrejinat të tjera në përtendat të cilët blegtorët, barinjt e tufave i kanë adoptuar vetë duke realizuar nëpërmjet mbulesave apo me mjete rrethanore. Një gjë e tillë zhvillohet edhe në institucionin tonë, vinë në sezonin e drekit pasi kanë kullotur paradite dhe qëndrojnë në një ambient të freskët siç janë ambientet e ngrejinat, stallat të cilat ne kemi këtu. Sura i këshillon gjithashtu blegtorët të ruajnë higjienën në stalla, të shmangin grumbullimin e kafshëve në hapësira të ngushta dhe të kontaktojnë menjëherë shërbimin veterinar nëse konstatojnë ndryshime në gjendjen shëndetësore të baktive.